Sigurisht që ndeshja e fundit dëshira ishte ta mbyllshim i fitore. Normalisht një fazë 36 javë që i kena luajtur, mund të them që morëm atë që kërkuam, një ndër dy vendet e para duke ditë dhe formulën. Kështu që besoj jemi kënaqur për këto që kemi lënë to 36 javë, por na pret faza më e rëndësishme tash, Final Four. Sa motivuar shkon Vllaznia në fajin më fort tashmë? Them, ma motivuar se kur, mund të them që skuadra ka bërë mirë, kena kalu një rrugtim gjatë me sakrifica, me mundë e djerës, mendoj me kontributin e gjithëve kena orë këtu. Kështu që është momenti që t'japim më shumë se ç'kemi në Final Four për të arritur atë që ne gjithë dojmë, po edhe gjithë shkodra. Nuk preferojmë, s'kena preferenca, ne jena gati kushdo që të binë, këdo që na zgjedh shorti, jemi gati. 2 vjetë gëshenuesi më i mirë i kampionatit, a i gëzushëm? Po, normalisht në aspektin personal për sulmuesin është gjithmonë e rëndësishme që është gola, aq më rëndësishme kur golat ndihmojnë skuadrën. Ndoshta këtë vit pak më shumë mund të them pasi arritëm një ndër dy vendet e para, kështu që shpresoj të jem gjendje të vazhdoj ta ndihmoj akoma edhe në ndeshjet e Final Fourit. Sukses. Sigurisht, siç thash, për mua jam i kënaqur, normalisht që ato golat që num dhe ajo këpuc normalisht që ndahet me shokët e skuadrës për gjithë asistimet dhe ndihmën që më kanë dhënë, kështu që shpresoj vazhdoj t'ja shpërblej akoma më shumë. Faleminderit dhe ju.